turizmi, alpinizmi, shëtitit kuruse dhe do t'i qelet dera ekonomisë turistike të Kosovës. Ju faleminderit. Qa të kuq? Ka e nëzidoj, jam? A ka vjen? Po. Shkyme? Vish prek kapet? Që ato me gesht e prek? Po. O ti të lumon. Bjeshke si lumon. Shkatit shkajt bjeshke si lumon. Ja këtu njerëzit, vinë edhe shumëti. Baktia vinë edhe shumëti. Kalimtar të arti, turistat, qytetarët. Kushte që kalon këti ari vjen edhe për shumë edhe. Uj ka një rreth shumë të madhe për botën njerëzore, shtazore. Dhe botën bimore, ka shi që ka i mërin bima, asfaza nuk mund të jetoj. Ky ndihmon në tretin e ushqimit, qarkullimin e gjakut, kuptimin e rrugëve të pushit gjakut. Prandaj është margaritar që buron nga ta shtambi, shekullor, shqiptar, këne pjesëve, këne alpëve shqiptare, së të. I mas fiziologëve botënor, njeriu në temperaturë 16 dhe 23 gradë Celsius, mund të jetoj dhe në 10 ditë pa ujë. Në të është veni të punat temperaturë që përmena. Gjithmonë këtu brez mas brezi, luftetarët, kaçakët, patriotët, të cilët kanë qenë të detruar për okupuesit turk Jugoslav, kanë jetuar deri dimën për këto bjesht, po kanë shuj jetjen edhe në për këto koje, edhe në këtë true, edhe në koje tjera, që do vitoj, në të altë të shqiptare, edhe luftetarët, luftës e lëjit, shumit, edhe ata që gjajtë arme, për Malizzi, për Shqipëris, kanë pushu, ditë e natë, dhe kanë shujt jetjen në këtë true, ke shkatit e sharit, bjeshkës lumarit. Përmejt! Në të goja të lumë. Qka ka që të bota, api? Para 100 e sa vite, këtu është nëllësie madhe, mbi qytetare, prandaj kryjnë emrat e mëdha, fortuna dhe emrat e mëdha, këtu në parakalim i ka një familje ka shkri. Fëmijë, burra, djem, gra, këtu e mbet, këtu si shej, këtu. Ja tash, po nisim për të shkuar ka stanet e Kotradhiqit. Jo, gabi. Stanet e Verës Madhe. Stanet e Verës Madhe, po aty kanë hiqë edhe Kotradhiqit dhe dalim
të banet e Isuf Dervishaj. Prandaj se mana 10 minuta u do të më rrim atje. Ku? Ja, kjo është maja e Barohut, e stanëve të verës, kufi me rrugovën. Aja atje që peshin është kurvizi i lugujt e bardh, mandaj vjen ma poshtë andaj vjen kufiri me rrugovë. Edhe qështë të njështë e verës, jënë do të banë këtu, që kanë dalë disa familje të Kotradicit, Isuf Dervishaj të tjerë. Tash po zbresim, edhe mana 20 minuta do të mrejmë deri të leqeni i bjeshkës së Lëmadhit. Këmjet janë fort avnet. Apo viu i Unë e po për... Shqie si e, apo muj marë, jem dhe vetë, po gjohë, apo hanë, apo kullotin, apo ti mund gjaja hiq. Jo, bre, jo. Rëf, një dhe gjenë, po më duke. Djeta mjera. Kjo është pej Ferizajt. Ferizajt. Kjo pej Kline. Hajde qajnë, ajo është ti. Po t'jevë që ishë atje. Aje bursi. Buskelion. Kjo është i bustris. Pasaj suf, këtu ki kajtë Kosovë. Këtu që. E mirë se t'gjetë. Ki për qyshë shumë burimie. Pas natë gjithë natën. Shumë bolë më që. Su ketë. Qështu që. Je, vëbajusë. A nja po luosh, a kuj ki pusha? Jo, po i ka pak po, vëllo. Në këtë menu që gjojmë të liqeni, jo për tu, të mdesh qa mej. Po e dhe të po hjem gjithë ati. Po, që këvesh njërë. Hajt ati, hajt. Valla po mdoke dhe dhe... Ja këtu pra, në u ka bashkangjitë dhe Muhammed Dervishaj, i familjes Dervishaj, kushëri i Pat Isuf. Këtu bariu i ti ka shku në shtëpi, por kë ka mejtë dhe ka nru, ja ka boj fash zavendësimi, që ka shku me pushuaj pak në shtëpi. Ndaj kjo është majtë një qube dhe në bardhokat rafshit Dugagjini, dhe në të ratësor, këtu që do të shkojmë dhe të incizojmë tash në rrethojat e tyne që po pushojnë, se njëheri ka lëshun me njës, por tash që në ardhe dhe po pushojnë rrethojat e tyne. Prandaj... Në vasa. Ashtu? Në vasa. Në vasa. Që rrethojnë. Shkëllqyshme, zanë në klasën e parë. Medina me në recitue një vjerë shqitjetin mas miri. Veç pak me zonë matë madhë, jo se kur atë ditë. Sot me një zonë shumë pak matë madhë. Por no? Shqiponja, hapi ka fletërove, dhe një kalë të zi, udhëtove, qerdëm këto të dërti. Gjallë që asë më busasirë, asë që pëmë më shkibur, me në fumët e mërore, dhe qerdë një famurë. Bravo të kohë! Urime! Ato rëpëtëjdo në një? Hajde. Qesh i vogër dhe u rrita, në përën nonës të mërzita. Di me shkru e me ledzu, tash në shkollën du me shkru. E ja lepurosh, unë e komplet lak me në kosh. Në qaf, e ja lepur frik moski, në qaf ta lidhi një kravat, një bista kapi, një të gjatë, po t'i njese vëtë të mi. Ambasadorët e arshëm të Kosovës, madha pak vjete do të shkollohen, do të rriten dhe të përpasojnë Kosovën në gjithat shtetet balkanike, evropiane dhe në shtetet botnore. Ju faleminderit! Nga Kotradiqi i komunës së Shtejes, prandaj është për momentin ka shku në shtëpi, por këtu ka të vajnë Muhametin, është marakli shumë i malë, ja sa, kush i kanë gjyrot, me ugic, me des, rëtor, rand rafshit të Gagjinit, dhe ky ka një fitim jashtëzakonisht të madh prej tyre me peshin, qingjin, mishin, qumshin, e gjitha ato.
pra këto vend të keni se ka shumë madhe në këtë bjesht, në këtë natyrë, në këtë vend, në kaq të bukur bjeshtën e Limanit. Ditën e mirë u paf. Ja. Zotri Muhametit, Muhammed Dervishit, e gjetëm edhe një samar të kalit. Ky samar pundohet nga mjeshtrit special, por tash edhe përpara ma shumë i kanë marru këta samar në Prizren. Prizreni është vendi më i njohur për ky nuk e di ku ka ble, por është vendi më i njohur për punimin e këtyre samarëve. Pra, ky shërben kalit, shërben për ngarkesë, kështu që kali ngarkohet, i ngarkohen mi si çka kanë me pru prej shtëpie, edhe nga njeri edhe e përdorë edhe për veti i hip në ta. Pra është vegël që i shërben kalit për ngarkesa në shpinën e kalit. Kali është Një kush kafe të arfolni? një kafë shumë e meshme, Jella po mos ju bëhet dashur. e zgjut, e ton pronarin, prandaj ai gjithmonë njeriu ty ka vjeft. Qyre ta shtynu vynë këtu marrë në bjeshk, me majtë barë, mi pru atje kus mund traktori marrë dhe mund gjitë edhe marrë këtu. Pra, kali ka vjetë, ju ka njëvit njëriut, gjithmonë edhe së di duhet, po me qenë se tash me zhvillimin e mjetë e motorika, është zavendësuar pak krahu i ti. Pra, kali e donë pronarin, man shumë, shpesh herë ndodhë kur pronari shet mas 4-5 vjetë,